Me të dalë të dy në skenë, shpërthyen duart rokitjet nga publiku si shenjë miratimi që të gjithë janë gati për t'u lënë hapësirë tingujve melodioz që vinë nga kombinimi i pianos me zërin. Ka nisur me Allerseelen nga Richard Strauss. Me njëherë pas saj, ata nisën performancën e dytë të natës, duke interpretuar pjesën Unvergänglichkeit të Erik Korngold. Sopranoja mblodhi duart rokitjet dhe u largua prapa perdeve të sallës, duke ia lënë kështu skenën pianistit, i cili filloi të luajë solo në piano kohën e parë të sonatës Op 31 numër 2 të Beethovenit. Sërish në harmoni tingujsh u kthye sopranoja për të vazhduar edhe me një pjesë nga Erich Korngold, Glück des mir verliebt, die tote Stadt. E pas saj, mes brohoritjeve të publikut, Naçe paralajmëroi këngën shqipe. Për zgjedhja e këngës, agimet shqiptare të Avni Mulës ishte e qelluar sepse u duk sikur publiku e pëlqeu më së shumti nga të gjitha të tjerat. Gjysmën e dytë të natës e filluan me një ngjyrim tjetër, duke interpretuar Casta Diva Norma të Vincenzo Bellinit për t'i lënë vend pjesës Rhapsody Espagnol të Listet të luajtur solo me piano, për të cilën pianistit ju desh të hapte kapakun e pianos për një shkallë më lartë. Kështu kaluan deri te pjesa e parafundit e natës shqiptare, La Luz Long, Macbeth të Giuseppe Verdit, dhe të gjithë e prisnin edhe një këngë në shqip. Nat Zaman është përzgjedhur për ta përmbyllur natën, një këngë shqiptare popullore e përpunuar dhe aranzhuar për kombinim të pianos me zërin. Për Ana Naçen është hera e parë që këndon në Prishtinë, si dhe performanca e parë e përbashkët me Zamir Kabon. Isha tepër e lumtur që të jem e ftuar në këtë festival, është hera ime e parë në Prishtinë që unë këndoj në Prishtinë. Një emocion tepër i madh, sepse edhe ky program është i ri, është edhe hera e parë që unë performoj me Zamirin. Një larmi, do me thënë programi, duke filluar nga lead edhe duke përfunduar në dramatik, si edhe arje shqiptare, edhe këngë shqiptare nga Shqipëria, edhe këngë popullore që e mbyllëm në fund në Bisin. Jam tepër e lumtur që jam këtu, më pëlqeu shumë Prishtina, më pëlqeun edhe njerëzit, janë tepër të ngrohtë, shumë të dashur, të qetë. Edhe atmosfera, kjo sallë e bukur, ka një eko, ka dhe një akustik shumë të bukur, jam tepër e lumtur që jam këtu, vërtet. U kënaqa jashtë mase e shijova shumë këtë këngë. Ajo ka treguar dhe përvojën e saj për rolin në skenën prestigjioze të teatrit mbretëror La Monnaie në Bruxelles dhe ka bërë një krahasim me mbrëmjen e së mërkurës. Është komplet gjë tjetër, sepse këtu ka edhe shumë ngjyra të tjera, në çdo pjesë që unë këndova ka një personazh tjetër, të ri, domethënë është ndryshe, sepse atje duke performuar një personazh nga fillimi deri në fund, ndërsa këtu çdo pjesë e saj ka personazhin e vet. Bashkëpunimi me Zamir Kabon, sipas saj, ishte fantastik. Zamiri është pianist fantastik, edhe njeri fantastik, edhe shumë i hapur, dialoguam shumë mirë direkt, do me thënë nuk ishim as nevojë për prova, direkt e ndjem shumë mirë njëri tjetrin çfarë donim të bënim edhe shkoi vaj. E vetë Zamir Kabo ka treguar se emocioni veçantë është për të ky festival, duke qenë se ka pritur një kohë të gjatë. Ndonse ka qenë më herët në Kosovë, për të është hera e parë që vjen në Prishtinë. Ishte një emocion i veçantë, sepse kishim kohë që bisedonin për një bashkëpunim dhe më në fund u realizua. Dhe për mua nuk është hera e parë që vi në Kosovë, por hera e parë që vi në Prishtinë. Dhe ishte një kënaqësi e veçantë, sidomos në një festival që tashmë është kthyer në traditë. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për skenën kulturore shqiptare. E të frytshëm artistikisht e ka quajtur bashkëpunimin me Ana Naçen. Ishte një bashkëpunim sigurisht shumë i frytshëm nga ana artistike, sepse ne mësojmë nga njëri tjetri. Dhe sidomos ka një këngëtare me kaq përvojë,
mësoj gjithmonë gjëra të reja. Drejtoresha ekzekutive e festivalit, Besa Luzha, ka treguar se sa e rëndësishme është që njërin nga mbrëmjet t'ua dedikojnë tërësisht artistëve shqiptar. Kudo që janë në përbot, profesoresha Lela i gjem edhe i fton. Zamirin kemi disa kohë që kemi dashur me ftu në kohën e pandemisë që lloj që ai nuk mundi me ardh me lujt, edhe mezi kemi prit që ta shohim në skenën e Prishtinës edhe bashkëpunimi i tij me Anë Naçe, një soprano e jashtëzakonshme që ka korrur suksese të mëdha në teatro të ndryshme prestigjioze, operistike në Evropë. Ka ardhur dhe kanë shpalosur para neve një program të serioz të këngëve solo, të arjeve të bukura operistike dhe natyrisht edhe këngët artistike shqiptare, si ajo Agimet shqiptare Avni Mules dhe këngën popullore të përpunuar të adisht, të cilat si perla të muzikës shqipe nuk kanë se si mungojnë në repertorin tonë. Edhe 6 koncerte do të mbahen në netët në vazhdim për t'i vënë kapakun programit të përbërë nga 15 të tillë në këtë edicion të Chopin Piano Festit, e deri në fund të tij, netët e ardhshme do të sjellin artistë të tjerë ndërkombëtar, si dhe orkestrën e Filharmonisë së Kosovës.